Në sallën e Bibliotekës Publike Marin Barleti në Shkodër u zhvillua koncerti me temë Lahuta zyrtarisht në UNESCO, krenarisht shqiptare, një aktiviteti i dedikuar trashëgimisë kulturore, materiale dhe jo materiale shqiptare të përfshirë në UNESCO. Emanuel Luka ndonë se vetëm 16 vjeç vijon traditën familjare të këtij instrumenti të lashtë popullor. Te kam trashëguar prej gjyshi, që në moshën 10 vjeçare kam vazhduar me lahutës. Është instrument i lashtë edhe nuk është i vetmi instrument që është me një tel. Maelinda Spiro zgjodhi 2 pjesë në flaut. Për të, përfshirja e lahutës në UNESCO mbetet një moment i rëndësishëm për vlerat shqiptare. Do jem për të dëshmuar sa rëndësishme është vetë regjistrimi i lahutës si trashëgimi e padiskutueshme e kulturës tonë kombëtare. Muzikologu Çamil Gjurezi u ndal tek dedikimi dhe promovimi që prej vitesh po i bën lahutës. Me rëndësi historike, kombëtare, kulturore, pranimi i lahutës në UNESCO. Është një përpjekje shumë e madhe e lahutarëve, është një instrument i cili është thelbi jonë, përfaqëson kulturën tonë. Koncerti në drejtimin e maestros Rozeta Leka solli në vëmendje vlerat e muzikës tradicionale shqiptare dhe ndikimin e folklorit në krijimtarinë e kompozitorëve shqiptar, si Vasil Tole, Toni Ndaja e të tjerë.